Gjithnjë më shumë familjet përmetare po zgjedhin të investojnë në sektorin e turizmit, duke kthyer këtë sektor në një mundësi reale zhvillimi për zonën. Familja Klapi në Përmet është një nga shembujt më domethënës, ku bashkëpunimi mes prindërve dhe dy djemve të rikthyer nga emigracioni, po sjellin standarde të reja në shërbim dhe akomodim. Jam një mësues pensionist. Së bashku me gruan, edhe ajo pensioniste, vendosëm që të hapim këtë biznes së bashku me fëmijët tanë që i kishim në emigrim në Itali. Fëmijët e mi në emigrim punuan rreth 15 vjet, të dy së bashku, pas dhe me ato kursimet tona, neve vendosëm së bashku që të hapim këtë biznes. Është një kënaqësi e zakonshme të punosh së bashku me fëmijët e tu dhe së bashku me familjen, duke i shërbyer njëri tjetrit dhe duke arritur që të kemi rezultate në përgjithësi pozitive në punën tonë. Kënaqësia më e jashtëzakonshme është kjo që kemi bërë unë dhe familja ime, që i kthyem fëmijët dhe i mblodhëm së bashku, duke folur së bashku, duke diskutuar së bashku dhe them që edhe djemtë e tjerë të Përmetit apo të gjithë vendit të kthehen dhe të merren me punët vetëm në vendin e tyre, sepse vetëm atë dheu ynë është ai që na siguron të mirat materiale. Këtu më shumë kanë ardhur të huaj, duke filluar që nga Amerika, që nga Emiratet e Bashkuara, nga Kanadaja, na kanë shumë që na kanë frekuentuar izraelitët. Domethënë që i kemi gati të përditshëm. Ndërkaq, zonja Suzana vijon të ruaj traditën e gatimeve tradicionale. Byrekët me lloje dhe soje, domethënë dhe me gjizë, dhe me lakra, dhe me çfarë do lloj, dhe me mish u kam bërë. Ndërsa për sa u përket gjërave të tjera, të gjitha këto unë i kam bërë me duart e mia. Domethënë që nga domate turqi i kam marrë, i kam të baçës time këto, kam bërë dhe një baç park të vogël aty. Likoti kam bërë vetë, domatet, kush vjen këtu, zere se ka shpinë e tia, ajo natë, apo ato net që rinë këtu, e kanë shpinë e tyre. Ka pasur raste që kanë pasur dhe klient të veçantë, që kanë pas fëmijët me specifika të ndryshme, të ardhur që nga Kosova, Durrësi apo Tirana, dhe i kam lejuar që të bëjnë ato gjëra që duan ata. Unë bëj gatime tradicionale të familjes. Për sa i përket ruajtjes së traditës, unë po u jap dhe djemvet. Sidomos njëri që më ndihmon dhe këtu në kuzhinë, edhe ai tjetri, të dy bashkë, punojmë për, domethënë, më shikojnë mua dhe ata e thonë, më pyesin, më thotë, si u bë kjo, si u bë kjo, i them pastaj herën tjetër, hajde bëje ti këtë. Pa ta shikojnë se si e bën ti, se ky vogli më ka mbaruar dhe shkollën e kuzhinës në Tiranë dhe domethënë i jepet. Me angazhimet e gjithë familjes dhe investimet e bëra në këtë biznes, Klapi po krijon një model të qëndrueshëm të turizmit familjar në Përmet. Një histori që tregon se rikthimi, puna e përbashkët dhe mikpritja tradicionale mund të prodhojnë vlera reale për vizitorët vendas dhe të huaj.